Luna Maria feston sot 2 vjetorin, momentet e ëmbla nga familja Eli. Në familjen e Chiara Tito dhe Luiz Eli pati një fest madhe sot, pasi vajza e tyre, Luna Mari ka mbush 2 vjeçë. Kan kaluar tashmë 2 vite që kur jeta e Chiarës dhe Luizit mori një kuptim krejtësisht të ri me ardhjen në jetë të Luna Maris. Nga fotot e publikuara, vogëlushja shfaqet mes një atmosfere festive të kuruar me shumë tullumbace roz dhe një tortë në formë zemre. Fotot dhe videot në rrjetet sociale u shoqëruan me mijëra pëlqime dhe komente nga fansa. Chiara ka ndarë me ndjekësit në Instagram një video të jetë të ëmbël nga mëngjesi i ditëlindjes. Është mëngjesi i ditëlindjes së dytë të vajzës, shkruhet në videon që ka rrëmbyer menjëherë zemrat e fansave. Postimi është mbushur brenda pak minutave me mijëra pëlqime dhe qindra komente nga miqtë ndjekës, të cilët i kanë uruar vogëlushjes jetë të gjatë të lumtur. Dhe ne i bashkohemi urimit. Për më shumë lajme nga showbizi shqiptar ndiqni kanalin ton dhe bëni subscribe për të mos humbur asnjë lajm.